Emri i Sababizit, një prej emblemave të futbollit shkodran, vijon që të nderohet. Para pak ditëve 3 skuadra të ndryshme U9 kanë zhvilluar një kupë me emrin Sababizi. Kjo garë sportive mes fëmijëve të vegjël u organizuan nga klubi i futbollit Shkodra 2006, që drejtohet nga trajneri Krishnik Kripi. Në kupën Sababizi, 3 ekipet pjesëmarrëse ishin klubi i futbollit Shkodra, klubi i futbollit Jakova nga Kosova dhe Ada e Velipojës. Të 3 skuadrat kanë luajtur me njëra tjetrën, duke dhënë edhe rezultatet përkatëse. Kështu Shkodra 2006 ka fituar me Jakovën e Kosovës 4-1. Në ndeshjen e dytë, Ada ka barazuar 2-2 me Jakovën, ndërsa pas gjuajtjes së 11 metrëshave, fitues u shpall ekipi i Adës. Në finalen e luajtur mes Shkodra 2006 dhe Adës, Velipojakët fituan 1-0, duke marrë kështu edhe kupën Sababizi. Në ceremoninë e dorëzimit të trofeut ishte i pranishëm trajneri Brikeno Bizi, që është edhe djali i Sababizit, dhe trajneri nga Akademia Vllaznia Gjon Kola. Kupa me emrin e Sababizit është zhvilluar sepse ish futbollisti shquar është një shembull për brezin e ri, brez që Shkodrës nuk i mungon, por që kërkon një edukim të këtyre fëmijëve në mënyrë që të rriten me historinë dhe frymën sportive të futbollit të Shkodrës. Organizatori Krishnik Kripi, që është edhe ideatori i ekipit Shkodra 2006, është një ish sportist i Sababizit dhe ruan respekt për këtë emër që i dha shumë futbollit.